Përshëndetje gjithëve. Sot do ju sjell një recetë ngrohtë dhe kremoze. Është një tavë me lule lakër, salcë qumshti dhe djathë. Është perfekte për këto ditë të ftohta, e pasur në shije dhe shumë e lehtë për t'u përgatitur. Fillojmë nga puna. Këtu kam një boçe të madhe me lule lakër. Lule lakër më parë duhet ta vendosni në ujë me uthull, pasi në brendësi të saj ka raste që gjenden edhe parazitë të ndryshëm si kërmillat. I shtuam një lugë të çajit me krip, e mbuloj me ujë dhe i vendosim të ziejnë për 5-6 minuta. Në të njëjtën kohë ne do përgatisim salcën. Këtu kam një qep mesatare, e presim qepën në pjesë të vogla. Si e shikoni janë duart e reos me nënën që nuk më ndahet në asnjë moment në kohën kur unë gatuaj, ka shumë dëshirë. I shtuam diku te 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe vendosim qepën në zjarr derisa qepa të karamelizohet. Marrim 4 thelpinj hudhër. Për t'i pastruar më lehtë, i ndajmë thelpinjtë e hudrës, i shtypim me thik dhe pastrohen shumë thjesht, shumë shpejt. Do t'i presim në pjesë shumë të vogla edhe hudhrat, nuk i hodha në të njëjtën kohë me qepën, pasi hudhra kur kalon të skuqet merr një aromë jo të këndshme. Edhe lule lakrat kanë zier, pothuajse janë gati. Si e shikoni qepa është karamelizuar, shtojmë hudhrat, sa t'i përziejmë pak në dikan dhe më pas do shtojmë një lugë e gjysmë me miell. Për ta bërë pak salcën kremoze do t'i shtojmë miellin. Mbushim një lugë të plotë edhe një lugë gjysmë. E përziejmë mirë. Për 2 minuta dhe më pas shtojmë 500 ml qumësht. E përziejmë. Do ta rregulloj me krip dhe erëzat që do kjo salcë. Pak piper të zi. Do t'i kri dhe armë muskat ose armë myshk, si e njihni ju. I shkon kësaj salce me qumësht, ara muskat. Vazhdojmë ta përziejmë derisa salca të jetë kremoze. Pasi të ketë marrë këtë konsistencë, e largojmë nga zjarri dhe merremi me përgatitjen e tavës. Lule lakra tashmë të zira i vendosim në tavë. Do t'i shtoj edhe disa kokra ulliri. Nëse ju pëlqejnë erëzat mund t'i shtoni majtanos, mund t'i shtoni energjik ose edhe kopër, por unë nuk do t'i shtoj asnjë nga këto erëzat. I shtojmë pak djathë të bardhë sipër. E mbuloj me salcën e përgatitur me qumësht, qep dhe hudhra. E shpërndaj mirë gjithandej. Dhe sipër e mbuloj me djathë kashkavall. Edhe më shumë djathë do donte kjo tavë, por mua kaq më kishte ngelur. Direkt në furrë për 20-30 minuta dhe ja si duket tava. Është një recetë perfekte për tryezën tuaj, e thjeshtë, e shijshme, plot aromë dimri. Provojeni dhe shpërndajeni me miqtë tuaj nëse ju pëlqen receta. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta ime për sot. Me dashuri nga kuzhina ime për ju. Ju falenderoj që më ndiqni.